Serbia është më afër se kur rikthimit të shërbimit të detyrueshëm ushtarak, ndërsa rekrutët e parë mund t'i pranojë që në fund të këtij viti apo në fillim të vitit të ardhshëm. Sipas ministrit të mbrojtjes Bratislav Gašić, ushtria tashmë ka përgatitur aktet nënligjore, sasi të mjaftueshme pajisjesh dhe objekte për pranimin e gjeneratës së parë. Modeli planifikuar parashikon 75 ditë shërbim, 65 ditë në kazermë dhe 15 ditë trajnim në teren në poligone, si dhe ushtri me shtesë ushtarake që rekrutët do t'i kenë edhe më vonë në kuadër të forcave rezerviste. Për vajzat shërbimi do të mbetet vullnetar, ndërsa ushtria paralelisht po përfundon përgatitjet e kazermave, ambulancave dhe kapaciteteve të tjera për pranimin e gjeneratave të reja. Por Serbia nuk është përjashtim. Në rajon më së largu ka shkuar Kroacia, ku shërbimi detyrueshëm ushtarak tashmë ka filluar më 9 mars. Gjenerata e parë e rekrutëve tashmë ka hyrë në kazermë, ndërsa trajnimi do të zgjasë 2 muaj. Modeli kroat përfshin përdorimin e armëve, ndihmën e parë, vetëmbrojtjen, por edhe përdorimin e pajisjeve moderne përfshirë dronët. Po pjesa tjetër e rajonit? Pra ndryshe nga disa vende të rajonit që po e rikthejnë ose e shqyrtojnë shërbimin e detyrueshëm, Shqipëria për momentin mbështetet e ushtria profesionale dhe rezervistët vullnetar. As në Kosovë nuk parashihet shërbimi detyrueshëm ushtarak. Sipas asaj që ka njoftuar së fundmi ministri i mbrojtjes Ejub Maqedonci, Kosova do të zhvillojë modelin e shërbimit vullnetar në kuadër të Forcës së Sigurisë së Kosovës, kështu duke rritur kapacitetet rezervë të vendit. Sa i përket Maqedonisë së Veriut, në fillim të vitit, ministri i mbrojtjes Vlado Misajlovski deklaroi se vendosja e shërbimit të detyrueshëm ushtarak është një hap i mirë, por për këtë duhet të plotësohen disa kushte që vendi aktualisht nuk i ka. Nëse ushtria vendos se kjo është e nevojshme, ai do ta mbështesë një kërkesë të tillë. Për momentin në Maqedoninë e Veriut zbatohet modeli vullnetar dhe profesional pa detyrim për qytetarët. Po ashtu edhe në Bosnjë e Hercegovinë shërbimi detyrueshëm ushtarak nuk është në plan, kryesisht për shkak të mungesës së konsensusit politik dhe fondeve, ndërsa ligji u ndalon qytetarëve të saj të shërbejnë në ushtritë e shteteve të tjera. Malizi nuk ka marrë ende një vendim për rikthimin e shërbimit të detyrueshëm ushtarak. Për momentin ai mbështetet në një ushtri profesionale dhe rezervë, por autoritetet thonë se po shqyrtojnë çfarë do të nevojitej për një rikthim të mundshëm, nga qëndrimi i publikut deri te logjistika dhe kostot. A është rikthimi i shërbimit ushtarak si përgjigje rrethanave gjithnjë e më komplekse të sigurisë në botë, apo sinjal se Ballkani po hyn në një fazë të re të forcimit ushtarak?